Mos e lër Ramazanin të kaloj pa ndryshu diçka të vetja. Ramazani nuk është muaj i zakonshëm, ai është një ftesë. Dhe pyetja më e madhe nuk është sa ditë agjëruam, po sa shumë ndryshuam. Mos e lër Ramazanin të kaloj si një rutinë. Mos e lër të mbetet vetëm orare si fyresh e iftaresh. Sepse nëse stomaku agjeron, por zemra jo, atëherë kemi humbur thelbin. Ky është muaj kur njeriu duhet të ndalet dhe të shoh veten me sinqeritet. A jam më i butë me njerëzit? A kam falur dikë? A kam kërkuar falje? A jam më afër Zotit se vitin e kaluar? Ndryshimi nuk kërkon gjëra të mëdha. Nganjëherë fillon me një gjë shumë të vogël, një lutje më shumë, një fjalë më pak që të lëndon, një zemër më pak krenare, një dorë që më shumë ndihmon. Muaji Ramazan tregon kush jemi, kur heshtim, kur kemi etje, kur kemi uri, kur askush nuk na sheh. Sepse agjërimi i vërtet nuk është të ndalosh ushqimin, është të ndalosh egon, zemrimin, gjykimin dhe fjalët e kota. Mos e lër këtë muaj të shkoj pa fituar një betejë me veten. Nuk e pse të bësh perfekt, mjafton të bësh më i mirë se dje. Sepse në fund të Ramazanit pyetja nuk do të jetë a kaloi Ramazani, por a ndryshova unë.